Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur për përgatit poq për ndryshe qervesh tradicional, si nga una jonë e dugagjinit me mill të grurit. Përbërës që na nevojitin janë një gjel katunit, tamam gjel bio që ma kanë pru vllaznia mi, prej Austrijet, prem, hazër, veç me pastrull 1-2-3 herë dhe me shtim të nxire. Kështu që faleminderit vllaznia mi, Allah ja shtoft bereqetin e faleminderit që gjithmonë menani për motrën tuaj. Një gjel, një lugë të gjellës me veget, një lugë të qajt me krip, e kemi pastru pra gjelin, e kemi la mirë me ujë, tash e qesim mishin s'parin në të nxire që të zijet, mandej fillojna me përbërës e tjerë kur zijet mishi pra. E shifni ngjyrën e gjelit, kur të është bio pra, që fa ngjyre si kur më qenë mish të viqit. Kur për blejna këtu në markete, beso barë si bura, i veç më kun. A dhe që shma që mëllën, këta gjelat e blejmë që i blejnë, ose pullat, a në mikë më konë, e ta mën të rritur në bjeshkë, se ne që mi rritë për pora. Ta që morin pra vegetën edhe kripen, edhe ujtë dvalë, pra shtojna, edhe lëshojna shpëritën pra, e lojna mishin që zijet. E kemi shtu tashti edhe ujnë, tashti mbëllojna të nxjerë me kapak edhe lojna mishin që zijet. Nuk vënën më zhjë dhe shumë, sepse është janë gjela të ri. Kështu që zijet mishi shpejt, pra. E lëshojna shpëritin. Edhe mishi është zi. Tashti e largojna të nxjerën anash, e shifni se ka lëshua të njërën e vetë për supë bashkë të knoqli, për supë po ashtë edhe pra që vishi po që bëtë shumë shishme. Tash në unë tjetër e morëm një tigan, qesim vaj, përbërës të tjerë që na nevojitin janë, 10 lugë të gjellës me mill, 2 lugë të gjellës kos, 4 thelbi të hudhrës, 1 lugë të gjellës biber të kuq, 1 lugë të mesme me veget, 1 lugë të qajt me krip, edhe bismillah fillojna me përgatitjen e poqës. Morëm pra vaj edhe qesim në tigan, e lojna vojnë me unëzeje. Tash kështu e pra, e ka morë ngjyrën edhe qervishës e poqa. Alo, lojna, ja qesim tash të bismillah, 2 lugë të gjellës në kos. Ja të të zinë pra. Të shtojna thelbit e hudhrës, 4 thelbit hudhrës, se atë një aromë të mrekullueshme dhe bëhet shumë i shishëm qervishit, rapa të zina. E kemi përzi edhe qervishin mirë. Aromat knoq. Tash ullim temperaturën në shpërejtë prej 9 në 2 lojna. I morrim elmesat edhe qesim biberin e kuq, kripën, vegetën, edhe bismillah shkojna duke ashtu tash lomën e mishit. Ja kemi qitë edhe lomën e pulës edhe me tel të durës, si kurse halve në përzina qervishin që mos të ndet kukët pa prej millit. Furën e lëshkallë në nëzeta, në temperaturë 220 gradë, që tjetë e nëzet. Mbasi e kemi përzi edhe qervishin me tel të dorës, tash bismillah marrim një tepsi edhe e kthejna qervishin pra në tepsi.
Tash e marrim mishin pra edhe e qesim mbi qervesh. Furra është nxehur. Me njëherë fusim pra tepsin në furrën e nxehur. Pasi e kemi qitë edhe mishin përmi qervesh, në anën tjetër e merrni pak veget, pak hudhër të blume edhe pak vaj edhe i lyna vetëm mishin pak përmi jep një aromë të mirë edhe me njëherë pra fusim tepsin në furrën e nxehur. Tash pra e fusim edhe tepsin me qervesh në furrë, në anën tjetër langun e pulës, pra e kom kullu në kulluse, tash e lajna pak ujë, e shtojna edhe marrojna një supë, e fusim tepsin në furrë. Edhe qervishin e kemi hek prej furrës, duket kështu për 20 minuta kemi lënë në furrë, bëhet një qervesh shumë i sheshëm, ja vlen ta provoni. Në anën tjetër kemi zi edhe supën. Neve na beft mirë iftari, Allah na pranon xhaxherimin e lutjet tona e juve nëse provoni ju do shënduar, po ashtu ju beft mirë. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Mirit, ju them, miru pofshim.